Laida Porja ka bërë një parashikim të motit dhe temperaturave për stinën e verës. Meteorologja e njohur shpreh se muaji qershor është më i nxehtë ndër vite dhe se jemi përpara një vere me temperatura ekstreme. E pyetur nëse do të ketë vetëm temperatura të larta dhe diell, apo do të ketë edhe rebeshe shiu, Porja u shpreh se do të ketë rebeshe që do të zgjasin pak minuta dhe më pas rikthehen orët me diell. Zona e Juklindjes, që unë e kisha shënuar me ngjyrë pink dhe portokalli patjetër, rrezikojnë dhe janë rebeshe ose rreshje konvektive. E gjithë ajo pjesa që është kafe do të thotë që janë zona shumë të thata. Elbasan, Berak, Gjirokastër dhe qarku i Korçës parashikohet të ketë rebeshe në formë konveksioni, që do të thotë është rebesh që zgjat për disa minuta, po marr maksimumin 50 minuta dhe më pas ka sërish diell dhe temperatura të larta. Megjithatë, fenomenet më ekstreme do t'i pres Spanja, do të ketë kryesisht Italia dhe disa zona në qendër të Europës, për shkak edhe të temperaturave mjaft të larta që kanë nisur prej disa ditëve, tha meteorologja. Porja gjithashtu dha edhe një këshill për të gjithë personat që nuk e kanë të nevojshme të lëvizin të qëndrojnë në shtëpi në orët e pikut. Ajo shtoi se në mëngjes është mirë që të dalësh para orës 9, ndërsa mbrëmjeve rreth orës 19 deri në orën 20. Është edhe ora e pikut, 11:30 deri në 14:30, flitet për moshat e treta, për fëmijët, për të gjithë ata që nuk e kanë të nevojshme të lëvizin. Është mirë që mos të lëvizin në orët e pikut. Në fakt, valët e të nxehtit janë fenomeni që ka numrin më të lartë të fataliteteve, prandaj janë quajtur vrasësi i heshtur, sepse 2023 ka patur numrin më të lartë nga valët e të nxehtit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.